Kosova në bordin e paqes, më bashkohet në këtë komunikim të drejt për drejt politologu Albinot Maloku. Albinot, përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhe në Ballkan Update. Faleminderit për ftesën, gjithmonë rëndësi. Të doja të pyesja sepse në Davos janë dy përfaqësues të lartë politik Kosovës, është presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila ka bërë, do duhet themi, një përfaqësim të mirë të politikës jashtme të vendit, e krau tjetër edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, që vjen vërdall në disa stenda me çfarë kanë parë në postimet e tij po aty në Davos. A mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta harrojnë të qenurit e Kurtit një partner i paqëndrueshëm dhe i pabesueshëm pas asaj që ndodhi me dialogun strategjik? Tani shpjegimet mund të jenë të ndryshme, mirë po ftesa është jo është dërguar presidentes së vendit, dhe kjo është jashtëzakonisht në rregull, për arsye se në sens punit ajo është përfaqësuese kryesore e politikës jashtme e Republikës së Kosovës, dhe jemi në rregull deri këtu. Tani shpjegimet se pse nuk është ftuar kryeministrin e detyrë, zotin Kurti, dhe është ftuar presidenti i vendit, shpjegimet mund të jenë ndryshme, mirë edhe unë nuk dua të paragjykoj, mirë po në Republikën e Kosovës në kapacitet të plot kushtetues nga zyrtarët e vendit është vetëm Vjosa Osmani Sadriu si presidente e vendit. Aktualisht Republika e Kosovës nuk ka qeveri fuqiplote, përveç kësaj që po e vazhdon me vullnetin e vet duke qenë qeverinë e detyrë, dhe ende nuk kemi misione tjera për cilëse cilat do duhet Republika e Kosovës që veç të kishte. Mirë po si pasojë shumë rrethonave ende vazhdojmë të jemi pa qeveri me fuqi të plot kushtetuese dhe ligjore për të marrë obligime dhe jetësu obligime. Tani është faza tjera që kemi të bëjmë me pritjen e këtij rezultatit të rinumërimit të votave dhe lutem shumë që mos të zgjatet kjo procedurë më, për arsye se edhe qytetari, po edhe Kosova ka edhe nevojat, po edhe lodhjen e vet, dhe të ecet përpara drejt formimit të institucioneve të vendit. Nuk është diçka shumë specifike, ose më mirë them, nuk dua të paragjykoj sa i përket raporteve me flasim tash për qeverinë fuqiplote, për qeverinë Kurti të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo, absolutisht, Albinot, ne nuk paragjykojmë, nuk bëhet fjalë për diçka të tillë, ne flasim mbi një fakt. Është fakt tashmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndërprer dialogun strategjik me Kosovën, me argumenti se nuk kanë gjetur një partner qëndrueshëm dhe të besueshëm. Ju besoj e keni lexuar deklaratën e ambasadës amerikane në Prishtinë, pra rreth kësaj sillemi, se për sa i përket politikës jashtme do duhet presidentja të bëjë një punë të mirë, kryeministri të bëjë një punë të mirë, ministria e jashtme të bëjë një punë të mirë, pra gjithë do duhet të jenë në detyrë për ta përfaqësuar drejt Kosovën mirë dhe njësisht se i duhet apo jo. Atë desha të them unë që në qeverinë fuqiplote të Kurtit, për brenda periudhës 21-25, kemi pas shpjegime nga ana e Washingtonit zyrtar se raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me qeverinë e Kosovës nuk kanë qenë të mira. Dhe unë kur thash nuk dua të paragjykoj, aludoj tek arsyeja thelbësore, mirë po flas edhe për ndjekjen e një përqasje zyrtare që mund ta kenë Shtetet Bashkuar të Amerikës dhe por i përsëris në Republikën e Kosovës, në kapacitetin shtetëror fuqiplot kushtetues në vend është vetëm presidentja Vjosa Osmani Sadriu. Të tjerët nuk kanë kapacitet të plot kushtetuese dhe fuqinë sa fundi për të vepruar si duhet në kuptimin e pozicionit kushtetues po flas gjatë gjithë kohës, jo të votës, dhe kjo ka mund të jetë arsyeja thelbësore. Por thash paragjykim, thelbësisht provova të jem jashtëzakonisht korrekt për faktin që në gjendjen aktuale arsyeja thelbësore pse është ftuar presidentja Vjosa Osmani Sadriu mund të jetë thelbësisht çështja që ajo ka kapacitet të plot kushtetues për pozicionin që ka dhe që mban tani. Kurse sa i përket asaj se si kanë qenë raportet, dihet mirë filli, na shton nga Shtetet Bashkuara të Amerikës se ata nuk i kanë raportet e mira me qeverinë, mirë po gjithsesi Shtetet Bashkuara të Amerikës i ruajnë raportet me popullin e Kosovës, pra ka qenë një farloj fjalori krejtësisht diplomatik për të bërë këtë ndarjen e raportit të qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës me qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhe kjo është tonë, kjo është fakt, domethënë pa mohueshëm. Kurse a do të ndroj qasje se si do të sillet në të ardhmen kushdo që jetë kryeministri i vendit, i qeverisë së Republikës së Kosovës,
kjo ngjelet për të pa. Fatkeqësia e këtyre raporteve tona në politikën e jashtme është që veprimet të caktuara po personalizohen, thuhet që Kosova, domethënë është si arsye thelbësore individi më shumë se sa Kosova dhe pozicioni i saj Dua të në arenën qëndrojmë ndërkombëtare. përtej figurave politike tek interesi i vendit. Presidentja e Kosovës e në detyrë deri në mbarimin e mandatit të saj me datë 4 prill, edhe pse këtu duhet hapim klapa ka gjasa që vendit shkoj të rrëshkasi përsëri drejt një krize, është shprehur se Amerika është rruga e vetme. Çfarë do duhet bëj Kosova, flas tani mbi figurat politike, për të forcuar ndërkombëtarisht në kohën kur kështu janë zhvillimet ndërkombëtare të lëvizshme, të forta, e do duhet që pozicionimi të jetë i qartë. Republika e Kosovës në vazhdimsi do duhet ta ketë të qartë pozicionin e saj. A kemi ende një doktrinë, një strategji politikës së jashtme të saj, nuk është se kemi vërejtur, pra janë personalizuar më veprimet dhe kjo ka qenë ajo rëndesa që është konsumuar sidomos për çështje zgjedhore dhe unë shoh që edhe presidenti Vjosa Osmani Sadriu po provon ta konvertoj këtë si veprim ose si fuqi e saj e interesit për të ruajtur ose fuqizuar ose vazhduar raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është fatkeqësi, për faktën që kemi të bëjmë, kishte më qenë shumë e ndershme që të provojë maksimalisht fjala kyçe të ishte Kosova dhe jo kush figurë është në këto rrethonat e reja që po krijohen në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo rrjedh si pasojë mos pasjes së një politike, një vije, strategjie duke pasur këtë qasje, djes për ndërprerjen, duke pas këtë qasje dhe këtë raport të vështirë, të komplikuar, si Bashkimi Evropian, ashtu dhe partnerët tjerë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës me qeverinë që ka qenë në atë kohë dhe vijon të jetë në detyrë, mendoj që në këtë rast, ndoshta në një farë forme, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka një farë të drejtë morale, po e quaj kështu, për të marrë edhe disa atribute për vete, edhe pse situata tani është e vështirë, sepse flitet për një kërkesë të saj për të marrë një mandat të dytë. Po Vjosa Osmani, për të qenë të sinqert, edhe me letrat të hapura, ka qenë vetmi person apo lidhse me të cilin partnerë ndërkombëtar kanë biseduar në kohën kur Albin Kurti konsideroi një partner i pabesueshëm, i paqëndrueshëm. Nuk kam pa shumë dallime prej momentit kur mori mandatin deri në një periudhë të caktuar kur patëm një reagim nga sidomos nga Washingtoni zyrtar në lidhje me këto raporte që zonja Vjosa Osmani Sadriu në atë kohë përdori shprehjen duke shpjeguar se ka në Republikën e Kosovës aktorë që luajnë bixhoz, dhe ky është ai momenti i caktimit të këtyre raporteve, të cilat tangonin shkëlqyeshëm. Mirë po ishin jashtëzakonisht në kohë shumë të shpejtë u konvertua dhe prap pat një parafrim, dhe fatkeqësia po them prap është që leadershipi politik në Republikën e Kosovës, po dhe shqiptarë në përgjithësi, seç din momente të caktuara të luajë me dy arshina në kuptimin e asaj për audienca të jashtme dhe për audienca të brendshme, dhe kjo është jashtëzakonisht e keqe për arsye se nuk kemi një figurë që ka një trajektore historike, sidomos këtë rejat, fjale e cili do të kishte një gjatësi, nuk do të skadon të atë shpejt, në situatë të caktuara dhe para mandatit, të konvertohet një figurë politike në diçka tjetër nga ajo çfarë është prezantuar dhe çfarë ka qenë. Mirë, po kjo nuk e befasias për Vjosa Osmani Sadriun, presidenten e vendit, që në shumë momente të caktuara ka ndruar rrugtim, ka ndruar shpjegim. Tjetër diskutim se do të qëndroja tek mënyra se si Kosova përfaqësohet në politikën e jashtme. Po. Është një çështje, ju lutem, në anën tjetër, tani a ka pas një tangencë, po ka pas një tangencë me zotit Kurti dhe zonjën Osmani, e që zonja Osmani po provon maksimalisht ta rikuperoj këtë tandem në kuptimin e interesit saj, siç e ka shprehur edhe vetë, që dëshiron të jetë prapë edhe një mandat presidente, dhe për të bërë presidenti i vendit në Republikën e Kosovës duhen votat nga kuvendi. Fuqinë aktualisht sipas rezultatit të arrirë të 28 dhjetorit si maksimum e ka lëvizja vetëvendosje, pavarësisht se me ato vota Vjosa Osmani Sadriu nuk mund të bëhet, por i duhet edhe partneritete tjera. Dhe tani gjithsesi, si pasojë e këtij vullneti të shprehur për të rikandiduar dhe për të rizgjedhur prapë president e vendit, do të provoj të bëj një tangencë prapë edhe me
jo provoj, ka dëshmuar në lëvizjen e vendosje. Albino, dhe një pyetje të fundit, se vendi është në një proces të brendshëm që jo pak i rëndësishëm sepse shtyn edhe afatet. Nëse çështja e rinumërimit është një vendim që është marrë në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej ditësh tashmë, është numëruar gati 45% e kutive votimit votat për kandidatët, sa rrezikon vendi të rrshkasë drejt një krize të re përsa i përket kapjes së afateve për atë që është sfida radhës politike, pikërisht zgjedhja e presidentit të ri. Ky numri i rrezikimit të momentit për vendit po rritet dhe po i shtohet shumë situata. Njëna prej tyre në vazhdim të kësaj është edhe lëndimi i procesit zgjedhor nga të pandërgjegjshmit që duan të jenë ligjvënës të Republikës së Kosovës dhe që pranojnë si të mirëqenë që votat të merren me metoda jo demokratike as pak të ndershme të ngjajshme. Afatet kushtetuese dhe ligjore thonë që si pasojë e shpejtësisë së rinumërimit mund të kërcënohen, por jo edhe aq nëse ka një shpejtësi siç është tani të rinumërimit të këtyre votave. Dhe tani pjesa tjetër është që subjekti i cili ka arritur rezultatin e 28 dhjetorit do duhej veç të kishte të sqaruar një pozicion të përshpejtimit të bërjes së emisioneve, për arsye se tani e ka këtë mundësi dhe fuqi, gjithsesi bëhet komplikuese situata me çështjen e zgjedhjes së shefit të shtetit, edhe që dihet në fillim se 4 marsi është dita e fundit kur duhet Republika e Kosovës ta ketë shefin e ri të shtetit. Se si po veprojnë subjektet politike, unë shoh prap një qetësi të hatashme tek subjekti me rezultatin më të arrirë, si kundërpesh subjektet tjera politike, ato kanë këtë fuqi dhe nuk është se kanë as obligim në sens fundit edhe përgjegjësi si pasojë e fuqisë së tyre, po them prapë të votës, që të rekomandojnë situata se si t'i qasen. Pra kjo varet komplet prej lëvizjes vendosje dhe Albin Kurtit e si do të veprojnë në të ardhmen, sidomos për çështjen që mos kemi as vonesa, po edhe çështjen e shefit të shtetit ta ketë si pjesë marrëveshje me subjekte të tjera politike shqiptare. Po flas jo vetëm ato që kanë qenë partner dhe subjektet tjera të pakicave në Republikën e Kosovës. Albino, të falenderoj shumë për analizën. Kënaqësi komunikimi. Faleminderit shumë.